çifti Haradinaj janë mjaft të komentuar për jetën e tyre private. Shpesh, Anita ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të deklaratave të saj. Që në moshën 17 vjeçare, ajo është bërë pjesë e familjes Haradinaj. Më pas, edhe motra saj është martuar me vëllain e Ramushit. Një zgjedhje interesante kjo e dy motrave të martuara me dy vëllezër. Edhe pse si zakon vjera duhet të rri me djalin e vogël dhe nusën e djalit të vogël, në këtë rast, ajo ka vendosur të rri me Ramushin dhe Anitën. Së fundmi, Anita ka dhënë një intervistë ku është pyetur rreth lajmeve që po qarkullojnë në media, ku thuhet se ajo ka patur probleme me bashkëshortin e saj dhe ky e ka goditur. Përpasoj ajo më pas ka shkuar në spital për të marrë ndihmën e parë. Anita tha: "Unë i kam lexuar ato lajme. Tani do ju shpjegoj me detaje se çfarë ka ndodhur. Po, më ka ndodhur 1 ose 2 herë që unë kam veshur taka shumë të larta. Duke ecur, jam rrëzuar dhe kam thyer hundën. E më pas kam shkuar për ndihmën e parë në spital. Por kjo nuk ka lidhje fare me Ramushin. Ja ku jam, po ja u them. Nuk ka burr që më prek mua me dorë. Kur nuk më ka prekur mami dhe babi im, askush nuk munden me ngrejt dorën ndaj meje, se ditën që do ta bëj, unë do ta bëj publike çfarë më ka ndodhur dhe do të ndahem. Ajo që më ka ndodhur mua është rrëzim nga pakujdesia dhe nuk ka të bëj fare me Ramushin." Ndërsa për vjerën e saj, ajo tha se mamaja e Ramushit është një grua e qetë dhe shumë fisnike. "Vjera ime di shumë mirë që të ruaj harmoninë familjare dhe këshillat e saj janë gjithmonë të vlefshme për ne."